Tenori shqiptar me famë ndërkombëtare Ram Lahaj ka shënuar së fundmi një tjetër sukses të rëndësishëm në karrierën e tij artistike, duke u ngjitur në skenë në Federatën Ruse. Kjo paraqitje nuk u konsiderua vetëm si një performancë muzikore e nivelit të lartë, por edhe si një akt domethënës i promovimit të kulturës dhe identitetit shqiptar në arenën ndërkombëtare. Pas performancës, Lahaj ka ndarë një deklaratë emocionale ku ka theksuar se promovimi i vlerave kulturore shqiptare ka qenë gjithmonë pjesë thelbësore e misionit të tij profesional. Ai ka bërë të ditur se përmes muzikës dhe zërit të tij, kënga dhe fjala shqipe kanë udhëtuar në disa kontinente, duke qenë të pranishme në teatrot dhe orkestrat më prestigjioze të botës. Një pjesë e përmbushjes time më të madhe profesionale ka qenë promovimi i kulturës dhe vlerave tona, e në veçanti i muzikës, këngës dhe fjalës shqipe. Këtë herë solla edhe në Rusi. Vitet e fundit këngën shqipe e kanë bërë të udhëtojë në disa kontinente dhe ajo ka qenë pjesë e teatrove dhe orkestrave të rëndësishme në mbar botën, është shprehur tenori shqiptar. Ai ka theksuar gjithashtu lidhjen e fortë dhe të pazvendësueshme që ka me gjuhën shqipe, duke nënvizuar se do të vazhdojë ta përfaqësojë atë kudo që po performon. Me një mesazh të fuqishëm emocional, Lahaj ka deklaruar se shqip do t'i këndoj botës sa të jetë gjallë, duke cilësuar gjuhën shqipe si gjuhën në të cilën i buzëqe shpirti dhe zemra, pasi në atë gjuhë i ka kënduar nëna dhe kanë kënduar edhe të parët e tij në momente gëzimi dhe i dërimi.